Është kënaqësi që timi bashkëpunëtar me ty dhe me gjithë ju boksierët kuqezi që pakte në këtë mbrëmje, por dhe në shumë të tjera që janë organizuar në bëni krenar me atë që ka dhuroni në ring. Si ishte kjo sfidë për ty, ishte shumë e luftuar, ndoshta më e bukur që kemi ndjekur deri në këtë çaste. E pam që edhe kundërshtari ishte tetë agresiv, por fluturuesi bëri të dyën e tij. Bje me nokaute, ishte boksier që mbate grushta. Edhe me synimin, me servitin që kanë bërë, thash që do e kaloj. Ndërkohë Luis Gjolena mjaft mirë ka vënë përpara serbin, i ka lëshuar një preshëri grushtash. Tjetër goditje mjaft mirë, vuan serbi përballë Gjolenës. Besim që Luisi vetëm t'i gjej kohën e dur, mund ta hedhë çdo kohë. Mjaft mirë e ka dominuar këtë raund të parë. Kemi 4 tillë nga 3 minuta, por ty shumë që shkon deri në fund. Besoj që Luisi gjithmonë i çon ndeshjet deri në fund, jep show, po tari që ka përballë për faktin e sinjaleve që lëshojnë në konferencën për shtyp. Ishte këtë ditë me të majtë shumë e bukur. Ditja vazhdo. Po kërkova të përshtypje tege, nuk po vazhdo rrjedhshmëri. Do të tregoj dominimin e tij me një goditje të vetme. Bisha. Nuk ka di. Bisha. Vërtet është i bish Luisi, ka boksier më të ri edhe më me 18 vjeç. Po, vetëm 18 vjeç dhe është një karrierë shumë gjatë përpara, besoj që do shkëlqej. Unë kam përshtypjen që tani po e vendos edhe pak lojë kundërshtarin e tij përfundon të kësaj sfide. Janë momente të mira Luisi, po e blen, po e hap, po e sulmon shumë fort kundërshtarin, e çdo goditje Luisi i merr kokë. Është pirë shumë, kështu që. Po menaxhon mjaft mirë dhe është vetëm fillimi i raundit të dytë. Gjen gol Luis Gjolena për të këmbyer disa buzëqeshje edhe me publikun. Kjo tregon që Luisi është fazën që po rritet, është i qetë, nuk ka emocione. Këto janë pjesë e ndeshjeve, shumëta. Mjaft mirë Luis Gjolena. E ka vënë përpara edhe djathtë shumë e bukur. Tjetër iniciativë, Luis Gjolena. Po e blen, po i gjumë, po largohet, po e ftonë të lumë. 18 vjeç. Po loj shumë bukur edhe pastër. Por dhe kundërshtari i tij duket sikur mban grushtë. Po është një boksier shumë i fortë, siç e tha, me eksperiencë. Ka shumë ndeshje. Por Gjolena as pak i friksuar dhe tejet i motivuar mbi të gjitha. Sablina do goditje që e gjen të liruar kundërshtarin e tij, po thjesht e ngacmon, thjesht i jep një mesazh ndoshta. Thjesht e mba ty të kariku, mos nuk i le hapësirë. Ai xhepi që po përdor Luisi thjesht e mban panikë, mban presion atë dhe gjej goditje të forta, siç po e shohim ai po e marr dorën aty për me gjetë goditje në fort. Thjesht e mban presion. Jepi grushtash Luis Gjolena. Hefton duel kundërshtarin e tij.